E pra të nderuar miqtë e mi, përshëndetje. Shpresoj që të keni kaluar një ditë shumë të bukur dhe sonte me patjetër që do të përzgjidhni me shoqërinë të vizitoni lokalet e mira, muzikën e bukur shqip dhe të kremtoni një të shtunë, të çlodhni veten nga java, nga lodhja e javës. Do të ndalojmë të flasim tani për Big Brother VIP Albania 5, për moderatorin e këtij formati, Ledion Liçon, për lëvizje që po bën ai, por edhe për marrëdhënien me bashkëshorten e tij. Tani unë dua të them diçka, në qoftë se Egli dhe Gjesti kanë lënë një shkollë nga Big Brother VIP Albania, ka qenë forma e marketingut. Forma e marketingut që bëri Gjesti dhe Egli për muaj të tërë tek publiku shqiptar, uala si lloj shkolle edhe të tjerëve. Ledion Liço ditën e djeshme në Instagramin e tij ka postuar një set fotografik, do të kisha thënë, përfshirë dhe video të shkurtra në këtë set, me pregaditjet e Big Brother VIP Albania 5, do me thënë në një ambient të mbushur me shumë njerëz, më pas do me thënë në një ambient, në një pasqyrë që duket që është brenda shtëpisë së Big Brotherit, dhe më pas ka postuar një pjesë të skaletës nga nata e parë e prajmit të parë, e cila do të jetë më datën 20 dhjetor. Ai ka ndezur interesin e fansave në fakt në Instagram me një seri pamjesh, momente dhe pregaditje për këtë edicion. Nga kjo që ne pam, domethënë dukej që punohej një natë glamuroze, spektakolare, që jam i bindur do të na afasionoj të gjithëve dhe që në natën e parë do të na rëmbej zemrat, sepse për këtë nuk dyshoj fare tek televizioni Top Channel që di të rëmbej zemrat e publikut. Por në anën tjetër, si qëndron marrëdhënia e Sarës edhe Ledionit. Tani, që ta bëjnë Sarën dhe Ledionin më të komentueshëm dhe që ta rrisin më së shumti interesin për Big Brotherin e tyre, do me thënë për këtë punën që po bëjnë, Ledioni dhe Sara janë nona dhe baba. Unë kam thënë gjithmonë, nëse ti e bën një projekt, nëse ti e bën sepse realisht janë projekte, dhe nuk din ta shesësh te publiku, atëherë ti ke humbur betejën tënde. Lëre karigen dhe ik në shtëpi. Ledioni dhe Sara janë duke punuar me një intensitet shumë të lartë dhe në formën që ato nuk po flasin për marrëdhënien e tyre, nuk po flasin për jetën e tyre, din do me thënë ta shesin tek publiku produktin që po sjellin, dhe ky është Big Brother VIP Albania 5. Tani, në qoftë se Ledioni dhe Sara do të ishin ndarë, Ledioni me patjetër që nuk do të gëzonte postin e moderatorit në Big Brother, në asnjë mënyrë, se si do të gëzonte Ledioni kur janë të ndarë. Unë mendoj që Ledioni dhe Sara janë në një marrëdhënie shumë të mirë, por thjesht kanë përzgjedhur këtë rrugë që lajmi i tyre të jetë sa më popullor dhe Ledioni dhe Sara të jenë të cituar nëpër portale me tituj gjigant, por publiku edhe të pret pafund Big Brotherin që të shohim natën e parë a do të ngjitet Sara në sken, a do të ketë një përqafim, a do të ketë një puthje, a do të falenderon Ledioni Sarën siç po bënte viteve të kaluara që po e falenderonte për të gjithë atë iniciativën, për kushtimin, punën e bërë të bukur, lodhjen e madhe me orë të tëra që të vinte një format fantastik. Këto do t'i shohim domethënë në vazhdim dhe normalisht publiku është entuziast dhe pret me duar të hapur në qoftë se do të përqafohet. Po përqafuan janë bashk, po su përqafuan janë ndarë, po dhe kjo nuk, domethënë dhe kjo nuk pi ujë. E kupton si gjë, sepse edhe mund ta çojnë më gjatë këtë. Por gjithsesi Ledioni dhe Sara, domethënë mekanizmin e marketingut e kanë fantastik. Publiku është duke pritur me shumë entuziazëm Big Brotherin këtë vit, do me thënë me datën 20 dhjetor që në fakt jemi shumë afër kësaj dite, javën tjetër do të nisë kjo maraton e gjatë, nuk kanë të zbuluar emra se kush do të jenë banor, do me thënë i kanë ruajtur me shumë fanatizëm janë ruajtur dhe opinionistët, por dyshimet janë shumë të larta që mund të jetë Arbër Hajdari dhe Egla Ceno, dhe në këtë formë, do me thënë Ledioni ka lënë të nënkuptuar që gjërat e bukura po vinë shpejt dhe nami i madh po bëhet në rrjetet sociale.